Për këtë e duhet ta lidhja dhe unë me që ju nisë me krimin e vendollon që lash gjysmak mendimin e mërshëm. Ju lash kohën. Zonja Kuçana, në fakt ju hapet një diskutim edhe pak më përpara që sa duhet. Do t'ja përshoj koment, po. Jo, po t'jemi të barabartë në kohë edhe në... Jo kohën do t'u jepe, po do jepe një pyetje tjetër, por nëse doni komentojnë së përpara, ta komentojmë sepse është për të komentuar. Jam kurioze, si e shihni ju? Mendoj që në momentin që ka propozime, në momentin që edhe pse propozimi është në partinë e krimit, pra unë mendoj që duhet marrë me propozimin dhe jo kush e bën propozimin. Edhe pse zonja Spërapali ka mëkatet e veta dhe duhet të themi këto. Pra nuk është një figurë që është pa mëkatet e veta. Duhet të themi që zonja Spërapali ishte ajo që e ka quajtur Skënderbej. Zoti Rama. Dhe unë mendoj për t'i vërtetuar atyre që mendojnë që unë nuk mendoj se ka nevojë për asnjë lider, unë nuk do e mendoja dot që asnjë lider dhe asnjë figurë ta krahasoj me heroin tim kombëtar. Për të treguar që besnikëria nuk tregohet me servilizma. Besnikëria nuk tregohet duke i thënë sa bukur je veshur sot, sa mirë po bën. Besnikëria mendoj që kush tregon besnikëri ndaj parimeve, ndaj integritetit tyre personal, kjo për mua tregon besnikëri. Dhe për sa i përket zonjës Spërapali, ka qenë ministre e jashtme, ka edhe informacione patjetër ndërkombëtare, dihet që do ketë zhvillime të forta, zhvillime ndoshta edhe të detyruara dhe jo shumë të mirë pritura, por do jenë zhvillime të cilat muaj shtator do ketë zhvillime shumë të forta. Unë kam qenë në studion tuaj. Çfarë do të thotë? Unë kam qenë në studion tuaj, me lejoni, para shumë muajsh dhe ju kam thënë që do të nisi përçarja në Partinë Socialiste. Pra, ka edhe emra të tjerë në Partinë Socialiste, ne jemi njerëz që merrem politikë dhe kemi informacion, ka edhe emra të tjerë dhe është bërë një grupim deputetësh, të cilët mendoj që duhet ta gjejnë kurajon për të shkëputur nga modeli që përfaqëson Edi Rama. Nga modeli për të krijuar diçka të re jashtë PS-s apo për të rimodeluar atë se çfarë bëjnë ata, unë nuk di ta them se unë nuk mund të jap mendime se çfarë bën Partia Socialiste dhe çfarë duhet bëjë. Për shkak të informacioneve Partia Socialiste. Unë di që është një grupim deputetësh, njerëz me peshë politike, të cilët janë gati dhe ka debate në sallat e Edi Ramës, ndërkohë që duhet të themi që më përpara nuk ka pas diskutime kurrë, ku ishte mbreti. Dhe ka diskutime, qoftë zoti Gjiknuri, qoftë zonja Spërapali, zonja Koçeku tashmë ka një qendrim që duhet përshëndetur për hir të së vërtetës, edhe pse u përgjëzua nga rrjeti, se zakonisht ka një gjë, njerëzit të cilët marrin kurajën dhe guximin për të bërë akte të forta, patjetër që edhe kryqëzohen, po ata që duhet të bëjnë pesha reagimeve të forta. Njerëzit tregohen nga aktet politike dhe jo nga fjalët boshe. Dhe në rastin konkret zonja Koçeku bën një akt shumë të fortë dhe po bën çdo ditë në shërbim të shqiptarëve.